Pas vdekjes së Gjergj Kastriot Skënderbeu, Arbëria nuk ra me njëherë. Ai u rrëzua ngadalë. Si një luftëtar i pragosur që ende përpiqet të qëndrojë në këmbë. Për 10 vjet me radhë, pas vitit 1468, shtjellat arbërore luftuan njëra pas tjetrës. Çdo qytet i rrethuar ishte një kujtim i gjallë i epokës së Skënderbeut. Çdo rezistencë ishte një betim se gjaku i derdhur nuk do të harrojë. Por Perëndia nuk harron, nuk fal dhe nuk lodhet. Në vitin 1478 ra Kruja. Në vitin 1479 ra Shkodra. Me to, ra edhe mburoja e fundit e Arbërisë. Tokat u pushtuan, familjet fisnike u shpërndan, prirësit u vran ose u ratisën. Një epokë u mbyll. Në këtë errësirë, në brigjet përtej Adriatikut, jetonte një djalë që mbante mbi supe një emër më të rëndë se çdo shpatë, Gjon Kastrioti i dytë. Ai ishte ende fëmijë kur jati u shua. Nuk e pa Skënderbeun të plakit, nuk e pa të humbë, e pa vetëm si legjendë. E ndoshta kjo ishte bekimi dhe mallkimi i tij njëkohësisht. Sepse Gjoni nuk trashëgoi vetëm gjakun Kastriotëve. Trashëgoi pritjen e një populli të tërë. Në oborin e Napolit, ku familja Kastrioti gjeti strehë, Gjoni u rrit mes dy botë. Njëra ishte bota e oboreve mbretërore, e diplomacisë, e titujve dhe aleancave. Tjetra ishte bota e rrëfimeve të mbrëmjes, kur arbërorët e mërguar isnin për krujën, për maljet, për betejat, për tradhtin dhe për lavdin. Çdo rrëfim mbaronte njësoj. Arbëria mbetej atje e robruar. E sa më shumë rritej, aq më rënd bëhej kjo fjalë për Gjonin. Ai u shpall duki San Pietros. Zotëroi toka, ushtri të vogla dhe respekt në Itali. Por asgjë nga këto nuk e mbushi boshllëkun, sepse ai e dinte titulli vërtet që i përkiste nuk ishte ai një princ italian, por trashëgimtar i Skënderbeut. Viti 1481 ndryshoi gjithçka. Lajmi për vdekjen e Sultan Mehmetit u përhap shpejt në Europë. Për arbërorët, ai lajm nuk ishte thjesht fundi një sundimtari. Ishte çarja e parë në murin e perandorisë. Brenda Osmanëve shpërtheu lufta për pushtet. Provincat u trazuan, ushtrit u shpërndan. Ishte momenti që pritej prej vitesh dhe Gjoni nuk hezitoi. Me ndihmën e mbretit Ferrante të Napolit, me trupa të kufizuar, por me vendosmëri të hekur, ai u nis drejt Arbërisë, anijet, lëndruan drejt briqeve që ai nuk i kishte parë kur me sytë e tij, por i kishte njohur gjithë jetën në zemër. Zbarkoi në tokën arbërore. Historia u zgjua nga gjumi. Lajmi u përhap si zjarr në barë të thapë. Është kthyer djali i Skënderbeut. Në malet e Imarës, në fshatrat e Laborisë, në ultësirat përreth Vlorës, burrat morën armët. Disa ishin veteran të betejave të vjetra, të tjerë nuk kishin parë kur luftë, por kishin lindur me urrëtitjen ndaj zgjedhës. Emri Kastrioti i bashkoi. Kryengritja nuk ishte organizuar si një ushtri perandoraki. Ajo ishte shpërthim popullor. Reagim i vonuar, por i fuqishëm. Gjoni e kuptoi menjëherë realitetin. Nuk mund të fitonte me beteja frontale, nuk kishte as numrin, as mjetet.
Prandaj u kthye te ajo që Arbëria kishte ditur gjithmonë të bënte më mirë. Lufta e maleve. Sulmet filluan natën. Garzionet osmane u goditën në befasi, rrugët u prem, furnizimet u shkatruan. Ushtria armike filloi të ndjej frikën e vjetër. Atë që mendonte se kishte lënë pas me vdekjen e Skënderbeut. Në disa zona, lamuri me Shqiponjën u ngrit përsëri. Jo si simbol shteti, por si thirrje kryengritje. Për muaj të tërë, Arbëria, përfshi nga lufta, gjësht tek mali, ishte një kurth, çdo pyll një prit. Osmanët u detyruan të luftonin një armik që nuk e shihnin kur të plot. Por Perandoria soi shpejt. Forcat të reja u dërguan, komandantët me përvojë morën drejtim. Politika e frikës u rikthye. Fshatrat të tërë u dogjën për të thyer mbështetjen popullore. Kryengritja filloi të lodhi, dhe Europa heshti. Aleancët që dikur mbështetën Skënderbeun nuk e ringritën më Arbërinë. Arbëria mbeti sërish vetëm. Gjoni luftoi deri në kufiet e mendësisë njerëzore. Ai e dinte se çdo ditë rezistencë ishte fitore morale, dhe nëse humbja ishte e pashmangshme. Por kur forca filluan të shpërbëheshin dhe rreziku shfarosis totale u bë real, ai mori vendimin më të vështirë të jetës së tij, të largohej. Rreth vitin 1484, Gjon Kastrioti largua përsëri nga Arbëria, jo si imposhtur, por si dëshmitar i fundit një epoke që po shuhej. Ai la pas një tokë të djegur, por jo të nënshtruar në shpirt. Në Itali, ai jetoi deri në fund të jetës si fisnik ushtarak dhe princ. Por Arbëria mbeti plagë e hapur. Ai e dinte se ishte njeriu që u përpoq të bënte të pamundurën, të ringjallte një epokë që kishte mbaruar. Historia e Gjon Kastriotit nuk është histori triumfi, është histori përgjegjësie. Është historia e një djali që nuk i iku emrit të atit, që u kthye jo sepse kishte shanse të fitonte, por sepse duhej të provonte, dhe për këtë ai mbeti simboli i fundit i Arbërisë së lirë, që luftoi me shpatë.